Ministria e Brendshme ka publikuar listën përfundimtare të zgjedhjeve për zgjedhjet për Kuvendin datë 11 maj 2025 për votuesit brenda vendit. Nga të dhënat e gjeneruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, të drejtën e votës e kanë 3.713.661 shtetas shqiptar brenda e jashtë vendit, ndërta 114.642 zgjedhës votojnë për herë të parë, 1.081 shtetas të papërfshirë për shkak të dekriminalizimit, 5.225 është numri i qendrave të votimit. Sipas njoftimit të Ministrisë së Brendshme, procesi i hartimit të listës përfundimtare të zgjedhjeve është kryer në mbikëqyrjen e auditëve të KQZ-s, duke kaluar në disa faza në zbatim të dekretit të presidentit përmes publikimeve të 3 ekstrakteve të përbërësve zgjedhor. Për herë të parë në historinë e zgjedhjeve parlamentare në vend, lista zgjedhore përfshin 2 kategori: zgjedhësit që jetojnë brenda vendit dhe zgjedhësit që jetojnë jashtë vendit. Lista përfundimtare përmbyll procesin e hartimit dhe shpalljes së listës së zgjedhësve. Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile në çdo bashki vijon të përmbush detyrimet mbi përgatitjen e infrastrukturës zgjedhore, ndërkohë qytetarët mund të aplikojnë apo rinovojnë letër njoftimet elektronike të skaduara, si një nga 2 dokumentet biometrike që përdoren për identifikimin e votuesve në zgjedhjet e 11 majit. Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile dhe Kompania Shtetërore e Prodhimit të Dokumenteve të Identitetit, Identitek, mbeten të angazhuara në përmbushje të standardeve më të larta të këtij procesi të rëndësishëm, njofton ministria.